nderuari kryesues, i nderuari zoti kryeministër kabinet qeveritar, të nderuar deputet dhe ju të pranishëm. Unë kisha shkurtimisht paraqes dy propozime, amandamente në projekt buxhetin, edhe ka të bëj i pari për investimet përfundimtare në objektin e pushimores së fëmijëve në fshatin Orlan, investim milion që ka qenë një investim i përbashkët mes qeverisë qendrore dhe lokale, dhe nuk ka përfunduar. Edhe investimi i dytë është ato që ka parafol si zoti Bulliqi e përmendi deputeti, është çështja e projektit të trajtimeve të ujrave të zeza që derdhen në liçenin e Batlllavës dhe njëkohësisht kontaminojnë edhe ujësjellsin që është për furnizimin e 1/4 popullatës Kosovës, domthonë Prishtinës, fushë Kosovës, Obilisë, Graçanisë, po edhe Podjevës. Në këtë aspekt, unë vetëm deshta, ky janë shumë pak investime saj objekti pushimores për fëmijët Bonjak të përfundoj, por nëse ai vazhdon ashtu të qëndroj, domthonë pa u përfunduar dhe pa funksionalizuar, mendoj që do të ketë fatin e objektit kuvendit në Gërmi, edhe mendoj që duhet ajo qeveria ta merr parasysh apo faktikisht komisioni të propozoj për seancën e radhës që do të jetë miratimi i këtij projekt buxheti. Edhe çështja tjetër e trajtimit të ujrave të zeza në liçenin e Batlllavës. Ju e dini se prej 1/4 e popullatës së Kosovës furnizohet nga ai liçe. Është një fat që është gjatësia e liçenit diku 9 kilometra edhe ai nuk kontaminohet pjesën ku është tubacioni që tërheq për fabrikën e ujit në Shajkovs, dhe mirë po çka nëse ndodh një thatësi e madhe dhe zvogëlohen akumulimet ku mund të vjen deri te kontaminimi, edhe çështja tjetër nëse vjen deri te vështrimet, normal ketë kjo pjesë e ujit që faktikisht ku deri ujit e zeza në pjesën urbane të Orllanit edhe të fshatra përreth mund lehtë të kontaminojë ujit. Unë ju them edhe këtë që në këtë projekt është bën një projekt i përbashkët mes si edhe trajtimi i ujrave të zeza, po njëkohësisht edhe ndërtimi i ujësjellsit për fshatin Orlan edhe fshatra tjera, në formë se nëse them sikur ajo poema e poetit tonë famshëm, pranë dritit si pa parë, pranë ujit i pa larë, edhe është një fatkeqësi që fshatarët e Orlanit po edhe të rrethines nuk kanë ujë të bollshëm. Ata që e kanë është ujë kontaminuar për shkak vetë këto që e thash çështjes ndotjes nga ujët e zeza që derdhen pa kontrollueshëm në këtë. Pra, llogarisë si me interes të veçantë shoqëror edhe për çështjen e shëndetit publik, se atu është si ujë i pishëm, pra pas fabrikimit, edhe llogaritje si në aspektin ambiental, për arsye se ndotja është permanente, edhe çështja tjetër edhe në aspektin e industrisë, për arsye se ai ujë shërben edhe për ftofjen e sistemit të termocentraleve në Obilish. Edhe kisha lutur që këto do t'i propozoj me shkrim edhe të trajtohen edhe të pra si projekte me propozim amandamente për seancën e radhës. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Sali.